Gjitha opinionet e shikuesve jam mbështes plotësisht mendimin, ama për mu lidh me temë ishte se kush ka më shumë ndikim në sjelljen e nxënësve. Një ishte autoritetin i edukatorëve ose mësimdhënësve, dyta prindërit edhe e treta personaliteti i nxënësve. Për mu lidh me temë, unë mendoj që është opsioni i parë, në qoftë se qaj mësues ose arsimtar apo profesor ka parime, edhe momentin që ka parime edhe është autoritar ndaj sjelljeve të nxënësve, atëherë automatikisht nxënësi do të jetë më ndryshe, se prindëri ja jap një kulturë më ndryshe, po fëmia sillen ndryshe, ndërsa personalitetin me shoqëni e ka ndryshe, me familjarët e ka ndryshe, me lagjën e ka komplet ndryshe. E dashur, ta bëj një pyetje, je prind? Nuk jam prind, po jam edukatore. Je edukatore, asa mirë. Mas pari urime festa? O, faleminderit shumë, për ndryshe me profesion jam edhe psikologe. Shumë mirë. Tregom njerë sa është e vështirë me punu me fëmijë. Në qoftë se është bashkëpunime dhe është trekëndshë, edukatore, fëmijë edhe prind, ka më konë shumë ma e letë. Puna ka më konë ma e zhvillume shumë ma e letë edhe ka me pas një qasje komplet ma ndryshe, si prindi, si edukatorja, si nxënësi. Si përpunim, që nuk është... do të bashkëpunim midis prindrit dhe mësuesit. Pa tjetër që po, në qoftë se jemi duke punu edhe në bashkë ndërveprim, në gjithë përfshirja, pa tjetër do të më konë trekëndshë. Edhe atëherë do të jetë çdo sen shumë ma e letë. Mësueset referohen kështu, faleminderit shumë, nuk e prita që mendova që je prind, edhe pritna ndonjë mendim më ndryshe, po më pëlqej, doli